A e di kush janë njerëzit më të dashur për Zotin? Janë ata që e kërkojnë atë çdo ditë me sinqeritet dhe përkushtim. Ata që afrohen tek ai me atë që ai e do më shumë, detyrimet që ai na ka caktuar si udhëzim dhe mëshirë. Namazi yt i përditshëm që të lidh me Zotin 5 herë në ditë. Agjërimi yt që të edukon në durim e vetkontroll. Zekati yt që pastron pasurinë dhe zemrën. Këto janë hapat e parë në udhën drejt dashurisë së Zotit. Por Zoti nuk na kërkon vetëm detyrimin, ai na fton në dashuri. Kur besimtari e do Zotin aq shumë sa fillon të bëj më shumë vepra vullnetare, më shumë se minimumi. Kur falet edhe në qetësinë e natës, kur jep edhe kur s'ka shumë, kur lexon fjalën e Zotit, jo për detyrim, por për afrim. Atëherë Zoti e do atë besimtar. Dhe kur Zoti e do robin e tij, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Një lidhje e pashembullt. Ai bëhet ndëgjimi i tij me të cilin dëgjon të vërtetën. Shikimi i tij me të cilën sheh me dritë dhe urtësi. Dora e tij që vepron me drejtësi, këmba e tij që ecën në rrugën e udhëzimit. Dhe nëse ai i drejtohet Zotit me lutje, Zoti i përgjigjet. Nëse kërkon mbrojtje, Zoti e mbulon me mëshirën dhe mbrojtjen e tij. Ky nuk është thjesht një status shpirtëror. Ky është niveli më i lartë i lidhjes me krijuesin tënd. Një lidhje që të transformon, që të mbron, që të udhëheq, që të mbush me paqe edhe në mes të stohisë. Pyet e veten sot me sinqeritet. Sa afër je ti me Zotin tënd? A je në rrugën e dashurisë apo je ende i zhytur në harresë? Sepse Zoti është pranë dhe ai të ka premtuar: kush afrohet me mua një pëllëmb, unë afrohem me të një krah. Kush vjen drejt meje duke ecur, unë vi drejt ti duke vrapuar. Prandaj afrohu ti me Zotin dhe ai do të afrohet me ty.